Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e Ilir Metës për ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg. Ish-presidenti kishte propozuar një garanci pasurore prej 50.000 eurosh me synimin për të përfituar një masë më të butë, por argumentet e mbrojtjes nuk u pranuan nga trupa gjykuese. Avokati i tij, Kujtim Çakrani, e cilësoi vendimin si të padrejtë, duke theksuar se mbrojtja do të vijojë betejë ligjore në instanca të tjera. Unë ja kërkova gjyqtarit, natyrisht edhe me një hilaritet, i thash sot t'ja bëjmë një dhuratë presidentit, meqense afatet procedurale dhe fazat hetimore janë tashmë të ezauruara dhe nuk kam asnjë mundësi për prishje provash, intimidim dëshmitarësh apo largim nga vendi kështu me radhë, dhe padyshim i kërkova t'ja bëjmë edhe një dhuratë sot në ditën e tij të lindjes 24 mars. Ilir Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit të vitit 2024 dhe përballet me disa akuza të rënda përfshirë korrupsion në lidhje me çështjen Qes Dias, kontratën lobuese të LSI-s në Shtetet e Bashkuara, si dhe pastrim parash për fshehje pasurie. Këtë të martë ish-kreu i shtetit ka shënuar ditëlindjen e tij të dytë në Qili, ndërsa procesi ndaj tij vijon në organet e drejtësisë.